Në ditët e Ramazanit, tradita merr formë përmes duarve të furtarëve. Edhe pse njihen me emrin pitajkat e Sarajevës, këto bukra tradicionale përgatiten këtu, çdo ditë, si një trashëgimi e sjell nga gatues shqiptar, brez pas brezi. Aktiviteti i furtarëve gjatë këtyre ditëve është i shtuar. Furrat nisin punën herët, ndërsa mielli sitet, uji matet me sy. Maja përzihet me përvojë dhe brumi rrihet me dorë. Në mikser kemi hedhur kryp, sheqer, majë për me fermentu brumin dhe miell. Mikseri duhet të shkojë në poziri deri në 30 minute, 20 minute. Pastaj vjen në tabëll ku duhet të bëhen rrumbullakët e brumit. Nuk është thjesht proces pune, është rit. Brumi lihet të pushojë, të fryhet ngadalë, ashtu siç kërkon durim edhe vetë Ramazani, muaji i qetësisë, përmbajtjes dhe përkushtimit. Tani i hapim pitajka dhe i vendosim në tepsie dhe duhet të lëmë brumin 30 minute të fermentohet në kumare. Furtarët thonë se pitajkat e mira nuk bëhen me nxitim. Zjarri duhet të jetë i matur, temperatura e furrës e saktë dhe dora e njeriut e sigurt në zanatin e trashëguar. Në momentin kur futen në furrë, ngjyra e artë fillon të marrë formë. Aroma e bukës së freskët përhapet në lagje dhe njëkohësisht paralajmëron afërsinë e iftarit. Kur të bëjnë 2-3 minuta duhet me rrotullu pitajkat për më pjekën tonë anë të njësoj. Mandej edhe 3-4 minuta vetëm i nxjerrim. Ka nis pjekja aty ne rrotullojmë. Si që shohim, pitajkat janë pjek dhe janë gati për me shku në shitje tash. Pitajkat e Sarajevës, që përgatiten në Rahovec, mbeten simboli sofrës së Ramazanit. Ato ndahen mes familjarëve, fëqinjve dhe mysafirëve, si shenjë e mikpritjes dhe bashkimit. Në këto ditë të bekuara, ushqimi nuk është vetëm nevojë e trupit, por edhe kujtesë e traditës që nuk shuhet.